Dëgjoj, në moment që polici I ka rënë më përpara, pastaj ka qua, se ajo gjithmonë as policia, as gjifare. Nuk tha, as e dorëzoj uni, as e jemi policia, ajo ishte fshehur në cep, t'ja u tregoj atje ku ka rënë, djali im kalon lart, atje pastaj qellojnë që Nëna Berdane, sa kohë kishte Violandi që rinte me ju këtu? Violandi me mua jo se rrinte, se Violandi ishte dënuar 10 vjet. E Violandi nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në një qytet të bukur. Ku jetonte ai? Lart. Në mal, vetëm në mal. Në mal. As njerëz vinte që t'ikte në fshat apo qytet apo vetëm në mal. Për sa vite kjo situatë? Kjo situatë ka 8 vjet e ca. 10 gram hashash. Për 10 gram hashash, 2 gram I gjetën në shtëpi. Pastaj vajtën për zyra se u vinte tu, thoshte I bëj 10 gram. A ka kultivuar në djenin tuaj djali juaj? Asnjëherë. Neve sa po erdhëm nga Vlora, s'kishim ja 2-3 muaj, erdhen edhe policat e kanë hedhur vetë, se unë kur vajta prezent që kontrollova, nuk gjeta asnjë gjë. Me policat. Me çfarë mbanit frymën gjallë? Vetëm me bakti? Me bakti, unë kam sjell veç nga Vlora, në Vlorë punuan ndërtim burri që kam sakat tash, djem ndërtim, merr 1 lek, bëm ja 30 virrace, edhe I sollëm këtu në Lozhan. Është e vërtet që shteti ju ka ndihmuar? Keni marrë juve për lopët, fonde nga SBR-ja në emrin tuaj të Danielit edhe të bashkëshortit të Luanit? Po, kam marrë. Jo se më ka ndihmuar, se unë I ka rregulla shtetik këto. Se unë e kam lektorin. Jo thot Artan Hoxha është javë në shtëpi për fare ashashi. Ai shkoni çfarë. Çan llafe nuk kemi dëgjuar. Nëna Berdane, si ndiheni juve se ju jeni nën vet? Dhe fatkeqësisht një punonjës policie ka Më vjen shumë keq. Unë e kam thënë që atë, edhe djali im kishte vdekur. Se nuk ka faj, as djali im, as edhe ajo është I urdhëruar, ose I rrvet nga rroba e tija. Po që ai të kishte bërë këtë gjë, ti thoshte ndal. Po ti